Zoti Pasarizi, dëgjuam këto dy deklarata që përmendëm ashtu siç janë thënë. Optimist të dy. Nuk e di ku po e mbështesin optimizmin. Një anë thot besoj se po dhe aty unë shoh një maturi edhe një skepticizëm që shta edhe Labi, mendoj me të drejtë, pa skepticizëm të deklarata e Konjufsës, i cili nuk tha do t'i bëjmë, por tha besoj se po. Dhe besoj se po, natyrisht që nuk mund të thot ndryshe, pasi që është qëndrim zyrtar i lëvizjes vetëvendosje, përkatësisht i njeriu të vetëm në vetëvendosje, Albin Kurti, i cili ka thonë që do t'i bëjmë qeverinë, dhe synimi ynë është t'a bëjmë kuvendin dhe qeverinë në të njëjtën ditë. Do thonë ka qenë shumë optimist. Sa i përket deklaratës së zonjës Haxhiu, është pak e çuditshme, thot, me grupet parlamentare, por jo me opozitën, me kanë. Dhe çka konsideron ajo opozitë? Kush është opozit? Në Kosovë, tash për tash nuk ka as pozit, as opozit. E sigurisht e ka pas fjalën për këto partitë që kanë qenë deri në sot opozit. Me siguri, nëse kemi drejt me bë këto lloj hamendësimesh. Po sërish, me këtë do të flas. Me këtë do të flas, domethënë. Ata i kanë 50 kush mbetet? Mbeten partitë të pakisave jo serbe, mbetet lista serbe dhe mbetet Nenad Rashiqi. Me kë nga këta do të bisedojnë, me kë e kanë plan të bisedojmë, dhe pse janë më të pranueshme se partitë shqiptare, unë nuk e di, tash nuk mund të hyj në kokën e zonjës Haxhiu dhe të analizoj se pse janë më të pranueshëm të zëmë një parti turke, bosnjake, serbe, se sa PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, partitë të cilat kanë dëshmi edhe të luftës, edhe të paqes, edhe të shtetë ndërtimit. Nisë me qëllimisht s'po përmendni, apo për me nisë, bashkë me AK-n, ende po i lë me AK-n, sepse nuk e di se si do të sillen ata. Ndërkohë, këtu kemi jemi para konstituimit kuvendit, ku i kemi një situatë kur partia më e madhe e cila heziton të bëj koalicione, apo bisedime për koalicione me partitë me cilat do duhet bisedonte, me PDK-n, me LDK-n, me Aleancën, me Nismën, po e përmend tash, por synon me peshku deputet. Peshkimi deputetve është pozicion jo parimor, realisht. Është pozicion jo parimor. Unë po t'isha deputet, do t'isha një i ofendum nga secila përpjekje e kujt do qoftë për të manërru partin për një votë. Se ajo është blerje. Dhe nëse një deputet... Blehet njërë mund blehet o dy të nërë. Nëse një deputet blihet nga dikush, a i mund blihet nga shumë kush. Sepse nuk ka më parime. Pse po thëmë kështu? Po thëmë kështu sepse deputetët, kur kanë kandidu për deputet, i kanë pas të qarta orientimet programore, politike, dhe të tjera të subjektit vetë politik, por edhe të subjekteve rivale. Do me thënë, nëse dikush ka qenë kandidat për deputet i AK-s, i ka ditë qëndrimet e shprehura publikisht nga zoti Haradinaj dhe do të ishte jo mungesë konsistente, po mos me përdor fjalën tradhti, do të ishte shitje e besimit të dhe keqpërdorimi besimit të votuesve të AK-s, nëse do të shkonte do të bëjë deputet jo i vetëvendosjes, po edhe i partive me cilat kanë pas qëndrime pak më të afërta. Prandaj kemi hyrë në një farë faze kur nuk po na vjen më marrë me fol gjithçka, partive politike më nuk u vjen turp të thonë se janë duke u përpjekur të blejnë deputet. Thoni se është e turpshme edhe si deklarat. Sigurisht që është e turpshme. Ku ka diçka më të turpshme, më ofenduese mas pari për një deputet me thonë që unë ty jam të synu më të ble, dhe ku ka sen ma turpshëm se një deputet i cili i takon një partije, ka garu me një partije politike, dhe kur vje puna të pushteti, për me rujt qatë mandat, a nuk është më pjesë e partijës, ka lënë të një partij tjetër. Vetëm as pes sforcojmë edhe ne këtë tepër, ata mund për parime sërish, ta ndryshojmë partinë tonë, unë po është se opozita nuk po dëshiron formoj qeverin, dhe më dua që Kosova po kalojnë në situatat vështira,
geopolitika është problematike, po ndodhin zhvillime, jam që të formojnë institucionet, pra këso arsyetime mund të dëgjojmë, dhe dikush mund ta ketë edhe seriozisht, pse po... Nuk, na guma pejtullit është muj me folë që ka dojmë, po parimet janë parime. Ata e kanë ditë për cilin subjekt kanë garu. Nëse kanë desh me u kontrabandu për mes një subjekti politik ku kanë pa që mujnë me vjel vota ma shumë, me kalu të subjekti tjetër, e kanë mashtru votuesin, sepse kanë kërku vot. Një deputet i LDK-s ka kërku vot me qenë deputet i LDK-s. Një deputet i vetëvendosis ka kërku vot me qenë deputet i Albin Kurtit. Jo i Abdi Gjikut ose i Memlit ose i dikuj tjetër. Ose jo i vetëvendosis, si që do të thoshte zëti Sejdiu. Do me thonë nëse ka... është hera par, po thotë zëti Kajtazi. Nuk është hera par, po sa herë ka ndodhë ka qenë thymi e parimeve. Nëse do në me thonë që nuk është... Sa partiin rrej kjo Rëshita i deputetja? Po mirë dhe? Hen aty, dul aty, pe aty. A zonja Reshitaj nuk përbën ndryshim në këtë plan. Jo tash ka konkuru me vetëvendosje në regull është, ose me guxo, nuk e di. Po, është në listën e Albin Kurtit, është në regull. Por, herën e kaluar, kur ka kalu nga një parti, nga AK-ja më duket, te vetëvendosja ka votu, ajo është problematike ajo situatë. Le të anëroj partin, këtë në regull, tash unë se kam asë një problem e zonjë Reshitaj. Atëherë po. Sepse atëherë e ka mashtru... Po vëshira shumë e u pedat dhe sa vratu... Mirë, le të nërojnë partit për dit. Nuk e shoh parimori këtë qështim. Le të nërojnë partit sa ka zgjedhje. Por votuzve le të thotë që unë po garoj me filan listën sepse mbroj filan programin. Këtu po flasim, nëse flasim për programe, e nëse partit pranojnë dhe kandidatët pranojnë që nuk ka programe, por kandidojnë për një ullëse në kuvend, të cilën program të guxo. Po të cilën, po guxo nuk ka program, se s'ka parti. Po hymë, po aderojmë guxo, të arsidat... Ata veç guxim kanë. Nuk ka parti. Pa pasu një... Nuk ka parti. Jam parti shumë e vërtetë. Ata duhet, shiko, thash ku na del problemi. Nëse një deputet nuk i përmbat një programi, nuk ka qenë sinqert në paraqitin e ofertës programore para votuesve potencial, kur e ka bon fushatën, dhe shitet të një parti tjetër, të një program tjetër, pse e bën këtë? Do me thonë, parimet programore nuk e pas kam plan me mbrojt, nuk pas ka parime në fakt. Qka bën? E dën qatë karrik deputetit, po pse e dën? Se nuk ka dëshmu që e dën qatë programin tjetër, apo që e mbrojnë qatë programin tjetër, sepse e ka kundërshtu gjatë fushatës. Atëherë dën një pozit në cilën mund të keqpërdor sa të mundet. Jo ma shumë. Zë Sadiku, për këtë që parë pra, ku po i gjenë këta deputet vetëvendosje, që të ta votojnë me 15 në rrëll, spari kryetar në kuvendit, pastaj edhe qeveria. Ja, nuk kam